Çmimi i naftës në tregun vendas është rritur sërish, duke arritur deri në 189 lekë për litër në disa pika karburanti në Tiranë. Rritja lidhet me luhatjet e forta në tregjet ndërkombëtare pas tensioneve të fundit në lindjen e mesme. Sipas një vëzhgimi të Monitor, në disa pika karburanti çmimi i naftës është rritur me 7 lekë për litër, nga 182 lekë më 6 mars në 189 lekë aktualisht. Ky çmim është regjistruar në një pikë të Elda, pranë zonës së Oxhakut. Rritje është shënuar edhe për benzinën. Në një pikë të Coral, pranë zonës Casa Italia, benzina është shitur 186 lekë për litër, ndërsa nafta 181 lekë për litër. Ndërkohë, në disa pika të tjera çmimet kanë mbitur të pandryshuara. Në një pikë të Gega Oil, pranë tregut ushqimor, dhe në një pikë të Kastrati në Vor, nafta vijon të shitet 182 lekë për litër, ndërsa e njëjti çmim është regjistruar edhe në një pikë të Alpet. Rritja e çmimit ka nisur më 4 mars, kur nafta u rrit nga 175 në 179 lekë për litër, më pas në 182 lekë më 6 mars, ndërsa tani në disa pika ka arritur deri në 189 lekë për litër. Në tregjet ndërkombëtare, çmimi i naftës ka kaluar $100 për fuqi, duke arritur deri në $103, ndërsa para tensoneve në lindjen e mesme tregtohej rreth $65 për fuqi.